Një aksident rrugor është regjistruar në autostradën 100 vjetori, në afërsi të fshatit Panaja, ku një mjet i tonazhit të rënd ka dalë nga rruga, duke shkaktuar dëm me materiale dhe lëndime të lehta për drejtuesin e tij. Sipas informacionit paraprak, një kamion tip MAN me targa AB 485MS, që drejtohej nga shtetasi me inicialet HC, ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes në autostradë. Për shkaqe që po hetohen nga autoritetet kompetente, mjeti ka dalë jashtë kursisë dhe ka përfunduar në anë të rrugës. Burime nga policia bëjnë me dije se drejtuesi i kamionit ka pësuar dëmtime të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai është shoqëruar për marrje në pyetje lidhur me dinamikën e ngjarjes, ndërsa po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të humbjes së kontrollit të mjetit. Nga verifikimet paraprake, rezultoi se drejtuesi nuk ka qenë nën efektin e alkoolit në momentin e aksidentit. Testi i alkoolit i kryer nga efektivët e policisë rrugore ka shënuar rezultatin 0.00 mg per litër, duke përjashtuar konsumimin e alkoolit si shkak të mundshëm të ngjarjes. Aksidenti ka shkaktuar vetëm dëme materiale në mjet, ndërsa qarkullimi në autostradë është normalizuar mbas ndërhyrjes së policisë dhe largimit të kamionit nga korsia. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve që të tregojnë kujdes maksimal gjatë qarkullimit, veçanërisht në segmentet me fluks të larë lëvizjeje, duke respektuar shpejtësinë dhe rregullat e qarkullimit rrugor për të shmangur ngjarje të tilla.